Bakteret dhe viruset gjenden kudo rreth nesh. Ato janë pjesë e jetës sonë të përditshme, por disa nga ato mund të shkaktojnë sëmundje. E mbani mend herën e fundit kur keni pasur temperaturë ose kollë të keqe? Arsyeja se pse jeni sëmur ishte sepse jeni infektuar me virus ose bakter. Vërtet nuk është ndjenje mirë të jesh i sëmur. Për fat të mirë, ka shumë mënyra për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga infektimi. Për shembull, ju mund t'i lani duart sa më shpesh, të kolliteni dhe të teshtini në mëngën e borylit, si dhe të përgatitni dhe lani ushqimin në mënyrë të duhur. Ka edhe shumë armë tjera të cilat ju mbrojnë duke trajnuar sistemin imunitar për të luftuar sëmundjet ngjitëse. Këto quhen vaksina. Vaksinat krijohen me kujdes në laborator. Shumica e tyre përmbajnë substanca të padëmshme ose pjesë të virusit ose bakterit. Shkencëtarët vazhdimisht krijojnë teknologji të reja dhe vaksina të ndryshme për të luftuar edhe shumë sëmundje tjera. Vaksina zakonisht jepen përmes gjilpërës shumë të hollë në krahun tuaj. Kjo mund t'ju dhem pak për disa sekonda, por shumica e njerëzve nuk e ndjejnë fare. Më pas, lëkura juaj mund të skuqet, kruhet dhe endet në vendin ku është bërë injektimi. Pasi që vaksina hyn në trup, sistemi juaj imunitar aktivizohet dhe fillon të përgatitet për të luftuar kundër virusit ose bakterës së vërtetë. Derisa sistemi imunitar është duke u përgatitur për të luftuar, ju mund të ndjeni të lodhur ose keni pak temperaturë. Kjo është shenjë mirë. Kjo do të thotë se ju jeni duke krijuar ushtri të antitrupave të qelizave B veterane, që nëse bini në kontakt me të njëjtin virus ose baktere në të ardhmen, këto qeliza do t'i njohin dhe do t'i mbajnë në mend armisht dhe menjëherë do t'i luftojnë para se të sëmureni. Aftësia e sistemit imunitar për të mbajtur në mend viruset dhe bakteret është mbrojtja më e fortë që kemi për të luftuar sëmundjet ngjitëse. Ne përdorim vaksina për të përgatitur dhe mësuar sistemin imunitar për sulm në mënyrë që të mund të mbrojmë veten dhe të tjerët.